Kryeministri Kristian Mickoski ka marrë emrat e ministrave të ri të partnerëve të koalicionit Vlen dhe Znam, por i lë që ato t'i shpalosin vetë partitë dhe tha se pajtohet me ato propozime si dhe pret punë më të suksesshme në përbërjen e re qeveritare. Po, i kam propozimet edhe për ministrat e ri të Vlenit edhe të partisë së Znam, por do ta lë që ata t'i tregojnë, të mos i them unë. Për mua ato propozime janë në rregull dhe pret që të kemi punë edhe më të suksesshme në përbërjen e re të qeverisë. Edhe pse kryeministri veç më ka shpallur vendimin për t'ia marrë ministrinë Azir Aliut, ai ende ndihet ministër i shëndetësisë dhe thotë se do të vazhdojë të jap kontribut edhe në politikë dhe jashtë saj. Ku do t'jem, momentalisht jam ministër i shëndetësisë, pasi që parlamenti ende s'ka votuar ministër i ri, dhe deri në momentin e fundit do të çdo minutë ta shfrytëzoj për të bërë politika dhe për të ndryshuar sistemin shëndetësor këtu. Një reagim për këto ndryshime postesh e pati edhe ministri i politikës sociale Fatmir Limani, me një shkrim në Facebook të titulluar Misioni vazhdon. Një vendim është përcaktuar si një funksioni, por detyrimi ndaj popullit u gatua me karakterin e ndërtuar nga dita e linjës edhe në vazhdimsi. Kryeministri pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të Partisë të martën i shpalosi ndryshimet e përbërjes qeveritare. Nga Partia Vlen i tregoi vetëm resore, gjëgjësisë se atyre do ju takojnë Ministria e Drejtësisë, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Marrëdhënieve mesbashkësive, ndërsa nuk i tregoi edhe emrat e ministrave. Ndërkohë në media vlitet se në drejtësi do të shkojë Jeton Shasivari, në kulturë Sedat Sulejmani dhe në Ministrinë e Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive Agon Ferati. Vëmëro me rikonstruimin e qeverisë do të marrë Ministrinë e Shëndetësisë të Azir Aliut dhe këtë postë do ta zejë drejtori i Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski, ndërsa në vend të tij shkon Zlatko Perinski, ministri i veçeverisjes lokale, kurse Perinskin e zëvendëson Ivan Stojlković, që tani është ministër i marrëdhënieve ndërmjet bashkësive. Po ashtu vëmëroi merr edhe Ministrinë e Fatmir Limanit për politikë sociale, rini dhe demografi, dhe në atë vend do të vijë Gjoko Velkovski, që aktualisht është zëvendës ministër në atë dikaster. Znam pasi humbi drejtësinë tani do të merr Ministrinë e Bujqësisë dhe aty vjen Borxhe Serafimovski, që aktualisht është sekretar gjeneral në këtë ministri. Propozimi për përbërjen e re qeveritare pritet që të premten të dorëzohet në kuvent dhe më së voni deri në mesin e korrikut do votohet.